patën sukses edhe me një kandidat të shoqërisë civile edhe aty dështuan dhe praktikisht dhe faktikisht dështuan të gjithë, pozit opozit. Kjo tashma nuk lejohet, sepse votuesi ju ka treguar, i ka bojkotuar, i ka sabotuar, janë 200.000 vota që kanë shkaktuar një tërmet politik. Tërmet politik, ju lutem, andeni çka do të thonë këto 200.000 vota. 37.000, 40.000 deri tash për PDK-n, 100 sa mijë për vetëvendosjen për të gjitha partitë. Pastaj janë humbje të jashtëzakonshme. Pra mosbesim i qytetarit ndaj këtyre partive. Pa dallim kush ka pasur sa faj, përputhje me përgjegjësinë dhe madhësinë që kanë, jo ka dhënë mësimin, leksionin të gjithëve që të përmirësohen, të ndryshojnë hapat e tyre politik. E qartë. Kë ndryshe prej herëve të tjera, zotri Baraliu, ishte pati një performancë të mirë në këto zgjedhje, apo për të mos thënë kështu, po u pasi si performancë e mirë. Pra, derisa diskutuoj për Pragun, në fakt Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mori rezultat më të mirë se që e ka pasur në dhjetor. Dhe pse mendoni se ndodhi kjo? Po jo, fatkeqësisht nuk ka ndodhur ashtu. Kjo rezultat që është rrjedhoi e mos